Po, Të sa vite? që 32 vite, një vajzë. Nuk më kalon për shtypje pse s'kam djalë. Po, kohën e kalume u kam për shkak që u duft mi punu arat ma shumë, me migra traktorit, me bosanat, respekt që shita kanë gjdo dhëndërët. Amo me thonë që pe du sa qiken për shemull ju. Pashur të se kam, fatë këtësisht. U kon këj propozim para 2 viteve, po s'kom pranu. Tjera që do të me kon shumë të forta, do të me kon vetë vetja, me adolë si në punë, si në shpi, sidomos për fëmi me adolë. Pa morë parasysh, për fëmi me adolë, për gjithë shka. Rrëthin Prishtinës. Do ma mos je jashtë. Jo, e Kosovës. A dërkon a je nanë? Orda? A je nanë? Po, Të sa vite? që 32 vite, Sa fëmiki? një vajzë. Një vajzë, sa këtë botë? Sa kretë botën, mjaftan. S'ki t'jem? S'po di që me thonë për momentin, unë për vete nuk më kalon për shtypje pse s'kam djalë. Pse jam e knasht me një vajzë, mi ka 6 fëmi, gjyshe 6 herë. Kështu që nuk më kalon për shtypje pse s'kam djalë, si çdo shqiptar që thotë, te bëjt një djalë. Jo, Përse në burri, pse s'ki pas ta bëjmë një gjallë? jo, asnjëherë. Asnjëherë. Se pa tjetër të burrat shqiptar do të pas një gjallë në familje. Po, kohën e kalume u kam për shkak që u duft mi punu arat ma shumë, me migra traktorit, me bosanat, sene, e tash ka rrug teknika për para, ka rrug teknologjia, edhe po shkojmë për para veç me, edhe vojzat po kanë besa pak ma shumë suksese. Unë për veti me një vojzë jam shumë e knaqët. Mjafton për mu sa akrit bota. Sa vitë ka në jetë, vajza? Vojza është 32 vjeçare. Sa vitë ka në jetë? Pas sa vite? Pas 2 viteve. Pas 2 vite ka orë një jetë, kështu që mirë. A ketë martu me vajzën? Po, i ka 6 fëmijë. Mashallah, fajve, mi pat. Po, një pat. Sa të ndondërin, e pas ke paracet në ndondërin. Qëre, me desht, dashnia dhe respekti kanë shumë dallimet mëdha. Me desht nuk me thonë se e du, se është dhëndër, po respektin ja dhon në atë nivel që i kushton dhëndrit. Sa i përket me ja kushtu një dhëndrit, respektin ja kushtoj. A me thonë që valla pe du sa, unë e kom një shumë nona thotë e du dhëndrin bara me qik, jo, nuk moj. Se nuk ma kompenzon dhëndrit djalin tem, për shembull, apo vojzën tem. Respektin ja dho si dhëndër, ashtu sa i ta kanë. To që thajnë si djem t'i dojnë. Jo, për mu jo. Për mu jo. Unë ja dho një respekt që shi ta kanë gjdo dhëndërit. Amo me thonë që pe du sa qiken për shemull, jo. Me ta thonë mundësin dhëndri me jetu me thonë se gjallë nuk jeni me jetu me neve bashka, kështë jetu? Jo. Asnjëherë se edhe pse u kom këj propozim, që 2 vite, po unë s'kam pranu. Se dhëndre ka venin e vetë, vjehre ka venin e vetë, vojza venin e vetë, që u kom këj propozim para 2 viteve, po s'kam pranu. Jo. Ka një ofertë, dhëndri? Qika ma shumë tentoj, e bo një ofertën, po unë s'pranova. Pse nuk kam qef një mos marrëveshje me konë, me hi direkt në veshën tem. Kështu kam qef që qika si bi, le djetë të mami vetë, knoqet, atë respektin e bijave është pak ma ndryshet anaj, se kur vjen me një shpi, lidh konflikti, pse ma nguce fëmin, pse ta nguce fëmin, kështu që shumë mirë. Me dhëndër jo, as me qik, as jo. Po, mëre, jo bashkërte se kam, fatë këtësisht. Njën keqë saj? Që 2 vite gjys. Hiq. Keni smur? Po, Është sigurisht shumë vje madhe, kuptohet. po, s'ka fjallë. Që po, 32 vite bashkë. Jo, besa 32 vite, po 37 vite. Vëllaj nuk përshkruhet. S'ka fjallë me përshkru. Se për momentet ashtë në jetoj veç vetë, një femën, më mbyllë për shembull shpesën e kam shtëpi, më erë dhe më qenë me nxez vetë, nuk ishe letë. Po mirë, si do të qëtë kur për më shkon menja që i kam fëmin, elhampe i Zotit, mirë shumë. Do të me dhonë vetit shtyllën ashtë sa munesh për fëmi. Por si grua?
S'po di fëmija, mas shumë ti, me më dhonë mu hapat e parë, jam fëmija. Me më dhonë atë kurajen për tjetaj edhe të bëj munin edhe mos më lodh asnjëherë, fëmija. Fëmija është gjithçka. Dikush nga shumë e fort. Një shembull. Me të vërtetit unë e kum di që jam shumë e fort, po tash pe bindi vetën që ja kum të i kalu dhe forcës tash. As forca mos unet me mërzue. Mirë shumë. Mirë. Po du të një grua fort, një mesazh, të jetë pak sa do pak për sa do pra, që do të jetë forcë. Çfarë do të kishte thënë grave? Po si cilës gru i kisha thonë që veç për para, për hak të fëmijëve, pa marrë parasysh sfida që na sfidojnë, na si gra për shembull, se gjithmonë kanë thonë femnat janë më dobta se meshkujt, po aja ishe kundërta. Se meshkujt e mojnë dhimbjen brenda vetit, nuk e shprehin, po na femnat jena 2 herë më të forta. Se për shembull, çdo obligim e kryna, çdo sen i dalën përpara. Edhe gratë të tjera që duhet me konë shumë të forta, duhet me konë vetvetja, me ja dalë si në punë, si në shtëpi, sidomos për fëmijë me ja dalë. Pa marrë parasysh për fëmijë me ja dalë për gjithçka. Zoti, faleminderit shumë.